Urime 28 nëntori, dita e pavarësisë së Shqipënisë, urime gjithë shqiptarëve kado që janë nëpër botë, veçanërisht gërbeçarëve që besoj se e përjetojnë ma emocionalisht çdo event që lidhet me kombin, që lidhet me shtetet tona. Shteti sot ka 3 shtylla kryesore, çdo shtet i zhvilluar i ka 3 shtylla. Këto shtylla janë themelore për çdo shtet dhe janë jetike për me ekzistu një shtet. Shtylla e parë është ekzistenca e shtetit, pavarësia. E dyta është stabiliteti mbrana shtetit, që domon mos të ketë luftë qytetare, mos ketë luftë civile mbrana shtetit. Edhe e treta është zhvillimi i shtetit. Këto janë 3 shtylla që duhet t'i ketë në realitet çdo shtet sot për të quajtur shtet dhe për të prosperu si shtet. Cilën t'ja heqësh prej tyne faktikisht është problematike. Për ata në këtë ditë pavarësie ne lutemi për gjitha shtetet tona që, se me thonë, t'ju forcohet ekzistenca e tyre. Kemi shtete të forta në kuptimin e ekzistencës, kuptimin e stabilitetit, dhe të kemi shtetet forta në kuptim të zhvillimit, pra të janë shtetet të zhvilluara.